Po dëgjoni podcastin Mjekësisht e Lida të sfidës. Kemi folur për X, kemi folur sa dhe si të kemi mundësi që të harrim një synim që kemi mën për 1 shtatorin. Dua të flas pak që pse kjo si formulë X ndihmon në suksesin tonë. Dhe kjo të çon menjëherë tek pyetja, po çfarë është suksesi? Suksesi në fakt për çdo njeri mund të përkufizohet ndryshe, por ka disa gjëra të përbashkëta që unë besoj që ja vlen t'i vëmë në duke. Të arrish sukses do të thotë para një herë të vesh drejt një synimi që ke, drejt një qëllimi. Gjatë kësaj rruge të vetë zhvillohesh, në fund fare të arritësh sa rezultate, dhe këto rezultate të mos jenë thjesht arritje, po të jetë përmbushje. Kjo është çfarë është për mua, dhe këtë kam dashur të përçoj në këtë sfidë. Pyetja që kam për ty, mik apo mikesh, në këtë sfidë që ti ke vënë për 1 shtatorin, a është kjo për ty? A është arritje një qëllimi për ty? A të vetë zhvillon? A të sjell një rezultat që të sjell përmbushje, jo vetëm arritje? Shkruani cila prej tyre është për ty, ose nëse janë të treja. Shifemi nesër. Vazhdojmë kafen. A gjë të thotë të kesh sukses? Kemi folur që dje dhe pse duhet, dhe pse formula X është një formulë që të çon drejt suksesit. Çfarë të sjell suksesi, mik? Apo mikesh? Pyeteni veten, nëse ajo që keni vendosur të bëni, të mbaroni në 1 shtator, a ju sjell një paqe dhe përmbushje? A ndjen që ke më shumë respekt për veten sepse ke mundur të arrish diçka që i the vetes do ta bëj? E dyta, a të sjell një liri zgjedhjesh gjërash, se ti mund të dish të mësosh tani të zgjedhësh të bësh shumë gjëra. Një gjë për të qeshur mund të jetë, po kur vete për të blerë një celular dhe ti pyet njerëzit çfarë celulari të marrësh, të gjithë mendojnë nga xhepi i tyre, nga suksesi i tyre. Dhe zakonisht ajo që të thonë është çfarë ata mendojnë që është mirë për ty. Liri zgjedhje do të thotë që ti ke mundësinë të marrësh atë që ti do. Dhe e treta, a vër re që ndikimi yt tek të tjerët është pozitiv apo negativ? Si e kupton këtë? Në qoftë do të shikoni 2 apo 3 reels më përpara, e kam sqaruar, por do ta thosh edhe thjesht fare. Nëse ti je në sukses të vërtet, njerëzit që të ndjekin, njerëzit që janë me ty, janë njerëz cilët janë duke ndarë të njëjtat vlera me ty. Duan të shijojnë jetën njësoj si ti, duan të japin njësoj si ti, duan të jenë të vlefshëm njësoj si ti. E gjithë fjala sukses për mua është sa vlerë prodhon për vete dhe për të tjerët. Shikojmë njërin tjetër. Qëndro brenda specialitetit tënd. Pra kur arrin tek pika e marrjes së veprimeve masive, qëndro tek ajo që di të bësh. Unë them që unë shpeshherë di vetëm kaq. Aq sa është midis 2 thonjve. Çdo kush tjetër që është jashtë kësaj ekspertize nuk është klient im. Askush nuk bëhet ekspert brenda një dite. As trupi nuk ndërtohet me 1 stërvitje të vetme, dhe truri, ky muskuli me 2 veshme, njohurit apo urtësia jon, ndërtohen me veprime të vogla, por të vazhdueshme. Pak e bër çdo ditë bën diferencën. Mëso çdo ditë, vepro çdo ditë, gëzohu për çdo hap që bën përpara dhe mbaj mendjen të hapur. Mos e humb fokusin tek ai specialiteti që ti ke, tek ajo thirrja që ti ke, tek ajo gjëja që është ekspertiza jote, aty ndërtohet mjeshtëria. Dhe kjo sfidë ndofta të ndihmon që të arrish te mjeshtëria jote. Okej, mund të shkruash konkretisht cila është ekspertiza jote? Ka shumë njerëz që e ndjekin sfidën, mund ta lexojnë dhe mund të habitesh që dikush mund të kërkojë bashkëpunim me ty. Just saying. Mirupafshim. Okej, pyetje me vend. Si ta di ekspertizën time? Si të bëj më të mirën në tregun e punës? E para fare. Pyetja ime është, me çfarë ke nxjerr bukën deri tani? Për çfarë je paguar shumë mirë? Çfarë është një gjë që ke qejf ta bësh? Çfarë është gjë e parë që ke shkruar nëse do të vendosje për një nga synimet e tua? Qëndro aty. Dhe e dyta, të lutem, fillo të mbash mend që ke një asistent i jashtëzakonshëm për këtë ekspertizën tënde tek AI sot. Kaq e thjesht. Atë që ti ke ekspertizë mund ta kthesh në një avantazh konkurrues në treg dhe fillon ta provosh pak nga pak. Kaq e thjesht. Jemi tek marrja e veprimeve masive. Çfarë ndodh? Dhe jemi duke folur në mënyrë të vazhdueshme cilat janë gjërat që duhet kemi kujdes. Një kërkesë që kam sot për të gjithë ata që e din cila është thirrja e tyre profesionale, që e din çfarë duan të arrijnë për shembull
një shtator. Gjë e parë që duhet mbajtur në mendje është mos lejo që kritikat, zilia, pengesat e të tjerëve të largojnë nga ajo që ti do të bësh. Nëse e do atë që do të bësh, dhe në qoftë se do që të harish, dhe e di pse do të harish, vazhdo. Mos e dorëzo vendin tënd, asaj gjë që do të bësh dikujt i cili vetëm nga njëherë për qef të gjës që bën për të prishur punë, të zhvën dhe të prish punë. Pra, kërkesa është, ke vajtur tek marrja e vendimeve, ke vajtur tek marrja e veprimeve masive, merr veprimet dhe mos shiko që në një rast të caktuar dikush, vetëm se të lufton, vetëm se është armiku yt, të bën ty që të lësh diçka që ti do me shumë shpirt që ta bësh. Kam parë shumë njerëz që lënë vende pune, që lënë bashkëpunime, vetëm sepse dikush i lufton fort. E ke në dorë, po do të thoshja nëse merr këtë rrugë, të garantoj që asnjë gjë që do fillosh nuk do ta çosh deri në fund, gjithmonë do ketë dikë që do të luftoj. Çfarë është një gjë që ti refuzon, që ta lësh për shkak të zilive, të armiqësive, të atyre gjërave të vogla, të atyre thashë thuqeve që bëhen andej këtej, që bëhen si intriga, çfarë është një gjë që do ta mbash fort dhe të harish ta realizosh, sidomos brenda sfidës. Mendoje dhe nëse do shkruaje. Miqësisht Elida. Okej, çfarë bëhet kur vendose? E ke shumë të qartë synimin? E ke shumë të qartë pse po i bën gjërat? E ke shumë të qartë çfarë duhet të mësosh dhe çfarë jo? Çfarë duhet të heqësh nga jeta? Në moment që i ke të gatshëm, futu në celularin tënd dhe vur alarme që kujton veten çfarë do bësh. Është kaq e kollaj shpeshherë ne themi do ta kujtoj, do ta mbaj mend, do ta bëj jo. Nëse nuk e vë alarm, nëse nuk e vë një gjë të është e përsëritur, një veprim i vogël i përsëritur që të kujton, është çdo gjë që po bën është e pa qëllim, është pa atë attention që duhet, pa atë vëmendjen e duhur që duhet. Shumë pak, vur një alarm të vogël, vur një 15 minutë, mos vur më shumë për këtë gjë në re që do të ndërtosh. Pse? Shpeshherë ne e marrim një ide që është e shkëlqyer dhe e tresim në gjithë në përjetësinë tonë dhe themi kjo do të marrë shumë kohë, s'ka pse të marrë shumë kohë. Duhet të jetë një gjë që ta mbarosh për 3 muaj, për 2 muaj, për 1 muaj, hapa të vegjël. E thën thjesht, të lutem futu dhe puno tek acts, tek pjesa take massive actions, take actions, vur alarm, kur do të ndodhi çfarë, dhe mos vur gjëra të mëdha, një gjë të vogël. Okej, jemi tek, siç po flasim, te disa këshilla dhe parime që u ndaj me personat që kanë arritur tek pika e marrjes së veprimeve masive. Sa po shikojmë këtë, vëre shumë njerëz që i kthehen teknologjisë, i kthehen AI dhe shumicën e gjërave duan t'ua bëj AI. Shiko, AI është patjetër një mjet. Njeriu është vlera, atij krijohet çdo gjë. Teknologjia, çdo lloj teknologjie do ta përshpejtoj punën, por nuk mund të zvendësoj karakterin tënd, mençurinë tënde, empatinë tënde, gjykimin tënd njerëzor. Mëso ta përdorësh AI, mëso ta përdorësh teknologjinë. Specializo çdo ditë, bëj çdo ditë më i mirë. Mos lër që dikush tjetër që di më mirë atë të zvendësoj ty, por mos humb atë që di të bësh si njeri. Unë nuk kërkoj njerëz që punojnë si AI. Nuk kërkoj njerëz që përdorin AI-n dhe nuk bëjnë punën e tyre. Unë dua të punoj me njerëz të cilët e përdorin AI-n për të bërë punë më të mira si njerëz. Unë besoj që shumë shpejt do të ketë marka që do të quhen made by humans, sepse është kaq e rëndësishme të fillojmë të kuptojmë që të punuarit, të arriturit të suksesit, të marrjes së veprimeve masive janë shumë të rëndësishme, por nuk do të zvendësojnë kur njeriu. Do zvendësojnë sa nga punët tona, por made by humans do të ngelet, sepse është drejtuar nga vlerat, fuqizuar nga AI. Përshëndetje, sfida mbaroi. Faleminderit që ishe pjesë e saj. Shpresoj të kesh ndjekur pjesën më të madhe të saj dhe të ketë sill një farë vlere në ty. Dje qëllova të takova një grup njerëzish të cilët e kishin ndjekur sfidën dhe pash se me atë 10 minutë që ne bëm aty, një 10-15 minutë, ata pash që u sqaruan shumë gjëra dhe pash që jam e bindur që do vazhdonin dhe do t'i zgjidhnin gjërat që kishin vendosur për të bërë deri në datën 1 shtator. Një mënyrë për t'ju falenderuar
është që të marrë të përzihet disa audio dhe video calls individuale nga 15 minuta secili, si kafe me Elidën, në të cilën unë do doja t'i drejtohesha një pyetje konkrete që ka secili prej jush për synimin. Dhe do doja për t'i ndihmuar, për të gjetur hapin më të mirë që ta çoj drejt realizimit të saj. Për mua është shumë e rëndësishme kjo, sepse kuptoj që njerëzit do të kenë mundësi që këtë gjë të kenë mundësinë ta bëjnë në mënyrë të vazhdueshme, përcaktojnë synime, t'i vënë në zbatim, të mësojnë gjatë rrugës, të rrëzohen, të çohen, ta lënë në gjys, ta fillojnë prapë. Është pjesë e jetës. Dhe ndaj do doja që do t'jap këto kafe me Elidën që janë 15 minutëshe, do duhet ta rezervoni dhe ata që do të shkruajnë po, janë ata të cilët do të kalojnë në listën tonë përzgjedhëse, okay? Mezi pres të ndihmoj disa prej jush dhe të ndajmë rezultatin tuaj për ata që do duan. Sukses! Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, gjë në kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.